Përshëndetje, duket se kemi një ditë mjaft të rëndësishme, kemi një ditë ku këndet dhe ndikime që kanë bënë, kemi një 6 këndësh që bën afërdita nga Dashi dhe formon me Plutonin në ujor, ku është një mundësi e artë, do thosha, një mundësi shumë e mirë në lidhje me punën dhe lidhje me karrierën, sepse duke pasur parasysh një kënd shumë pozitiv përse përket punës, financave dhe favorizon shumë njohjet karmike, dashuritë e mëdha që nisen dhe bëtisen në martesë. Megjithëse duhet të jemi të kujdesshëm sepse në disa raste mund të kemi dhe disa manipulime të vogla, por kjo do të thotë që është shumë e rëndësishme në fushën e punës suaj, por dhe udhëtimeve apo bashkim familjar. Duket se ka ndikime shumë të mira, shenja siç janë binjakët, peshorja, ujori të dhjetëçit të parë ose ata që kanë planete në këto shenja. Mos harrojmë sepse data 7 ka një ndikim tjetër gjithashtu përse përket çështjeve të punës dhe ndikimin më të madh që ka të bëjnë paradite, sepse ka të bëjnë shumë me disa çështje ekonomike financiare dhe një bisedim që do bëhet në orën 12 dhe në orën 17:30 ku shumë shenja siç është Dash, Peshore, Gafore, Bricjap dhe planetet e tjera do të jepet mundësia për të bërë një ndryshim pune, për të nisur një diçka të re, sepse është një periudhë fantastike. Nëse do të duam të nisim gjërat nga fillimi, duket se sot, pikërisht sot, vitë e nesër, nëse një ditë para parashkimet, është koha tani. Dhe unë kam thënë dhe them, gjithë java do e shikoni dhe vetë, edhe pse ka disa shpërthime papritura, për shembull, sepse gjëra që mund ndodhin, gjëra që ndodhin në jetën tonë. Por mos harrojmë sepse me kalimin e kohës, gjërat vijnë ku doni juve, mundësitë i keni, gjitha i keni, dhe është periudha më afatgjat, por gjithashtu ka dhe një ndikim shumë mirë sepse me disa çështje pune, lidhje me karrierën ose lidhje me disa vendime që mund keni, është momenti juaj dhe koha. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëmtë dhe diçit parë, mujor dhe diçit që është perfekta, nuk ka vend për të shqetësuar.